Shikos të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Është ky takim joni radhës dhe i rregullt dhe i njohur për gjithë ju, emisioni Rruga Ndriçuar, çdo të njëjtën nga ora 21 me profesor Dr. Shefqet Krasniqin. Emisioni drejt për drejt dhe njëkohësisht kontaktues dhe i hapur për ju që mund të bëni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike. Dhe tashmë dini që ky emision transmetohet në 3 televizione, në TV Vali, TV Prizreni, pashtu mund të shikoni edhe në YouTube dhe mund të dëgjoni edhe në Radio Pendimi, pra mund të shikoni edhe në TV Mitrovica. Hoxhë nderuar, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se jeni. Si zakonisht sonte kemi një numër të madh të pyetjeve, por nëse milioni do të isha ndal pak tek një rast që në pasditën e sotshme domethënë Tribunali i Hagës për një person i njohur për krimet e tij në Bosnjë, për një masakër apo vrasjen e 25.000 personave që i dha dënim për 40 vite. Sigurisht patëm edhe reagime dukush pak, dukush shumë, dhe cili është opinioni juaj për këtë rast? Bëhet fjalë për Karaxhiçin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah për të madhit Allah, i cili në Koran ka thonë, ela lanatullahi la dhalimin, mallkimi i Zotit qoftë me zullumçart. Mallkimi i Allahut qoftë mbi mizort, mbi kriminalt. Mallkimi i Zotit qoftë mbi ata të cilët derdhen gjakt pa fajshëm të njerëzve. Aq më shumë. Gjakt të grave dhe të fëmijëve, të njerëzve duar thatë, të njerëzve të dobë dhe të ligjë, pa i bërë askujt këtë dynja asgjë. Vrasja është krimi më i madh në tokë të Zotit, është gjunahi më i madh çka mund ta bëjë njeriu. Për atë arsye Allahu i madhruar na ka thënë neve në Kur'an, respektivisht na ka përkujtuar, apo na ka rikujtuar atë që ka thënë Benu Israelve, që futve evrejve në Tevrat në 10 e vjetër, se ai i cili mbyt një njeri pa faj, është sikur se me mbyt të gjithë njerëzit apo mbar njerëzimin. Ndërsa ai i cili e ngjall njeri, është për qëllim e shpëton, sikur se me shpëtua krejt njerëzimin. Nëse është kë krim i madh, me mbyt një njeri, edhe se siç kanë thënë shumë ulema dietar islam, personi i cili derdh gjak e mbyt një njeri pa faj, do të jetë përgjithmonë në xhehenem. E ka dënimin e hidhrimin e Zotit, mallkimin e Zotit, e ka dënimin e ashpër dhe të vrasht, të mërshëm të papërballueshëm, kur do të del para Zotit. Dhe jo vetëm kaq, por i madhi Allah, edhe në këtë dynja, nuk i lën të qetë ata të cilët kanë vrarë njerëz pa faj. Kur për jetë Zotin nuk ka me lënë të qetë, bindu dhe mos dysho fare. Çdo njeri i cili e vret dikend, pa pikë fajt, qysh ka ndodhë tek populli ynë shqiptar. Mi janë zapritën e me i dalë më shef dikun mas therrave, mas gardheve, tjere, dhe me vran njeri unë më sheftasi, e me më shef krimin. Deri të krimet e cilat bëhen kohë të sotit, ku me numër të madhë, vrajnë e prejnë, e grinë, apo mbysin, kur nuk mujnë me nejtë qetë. Mas 30, 40, 50 viteve, në stë mdekës, nuk mundet me duru, me bartë, me bajt mrena,
pa e qitë jashtë dhe pa e tregue stresin e madh, presionin e madh, shqetësimin e madh, vujtjet e mëdha shpirtërore të cilat i përjeton për mëkatin që ka bë, për gjakin që ka derdh. Kjo, nëse është me një njeri, po me i myt gjitha ta mira veta, si që ka vepruar ai kriminal, ku ka bërë gjenocid, duke vrarë dhe prej, dhe shkatërru çdo gjë që ka del përpara, e çfarë gjunahi patën bosnjakët, çfarë gjunahi patën muslimanët e botës, me Bosnës dhe Hercegovinës, përpas që kanë për nga kombësia e tyre musliman, edhe për nga emërtimi i tyre me emra musliman, për ndryshe shumica e tyre në amelen dhe në vepra, nuk kanë qenë musliman të mira, nuk kanë qenë musliman të mirë, apo nuk kanë dallu fort prej serbëve. Ne kemi njohur bosnjakët, që ne kemi thonë bosnjak, me fjalë tjera musliman të Bosnës, i kemi njohur përse afërmi, në veçanti ata djemë të rritë të cilët kanë punuar me ta, apo kanë qenë për vendet të ndryshme të Jugosllavisë në shtarë, ushtri bashkë me ta. Dhe i kemi parë se nuk kanë dalluar shumë nga serbët për nga praktikimi i fesë, gjithmonë po flas, por megjithatë Karadziçi nuk i mëshiroi. Krejt kush kanë musliman dhe i dolën përpara i vrau dhe i preu, bile janë raste të shumta të cilat nuk kanë mujt me i dallu derisa Allah ju nderoft, ju edhe këta shikues të mirë e të sinqert, derisa i kanë zhveshur djemt me këtyre të bënë sunet apo jo. Pra ka mjaftu vetëm një sunneti për ta vërtetuar se kjo është musliman, për ta vrarë, për ta prerë, tamam siç ka vepruar Hitleri dhe nazistët e tina në kohën e luftës së dytë botërore përballë qefotëve evrejve, ku janë munduar qefotët të mshefen brenda kombeve të ndryshme, kombësive të ndryshme, nacionaliteteve të ndryshme, dhe pak dyshim që e kanë pasur nazistat gjerman e kanë zhveshur dhe kanë kthyer ashtu bën sunet ajo, sepse qefotët bëhen sunet sikurse ne muslimanët. Pra mjaftoi Karadziçit, e Mladiçit dhe generalave dhe prorëve të tjerë ushtarak, të cilët një numër i tyre sigurisht janë të lirë, sed vetëm fakti pse pala kundërshtarë janë me emra musliman, me i mbyt përmi 200.000 veta. Dhe ku? Midis Evropës. Dhe kur? Në shekullin 20, në fund shekullit 20. Dhe qysh para syve të kombëve të bashkuara. Së dhe që tjetë e periud ka kaluar, është mirë që përkujtohet. është mirë të përkujtohet, edhe është mirë që përkujtohet në për të gjitha vendet e Jugosllavisë në veçanti, duke mos e harruar vendin tonë gjithsesi, sepse ne kemi pas tani sprovë veçantë bela tjetër me ta, e që edhe ata me siguri se kanë menduar që edhe me neve kanë me i qeru hesapet, sikurse me Bosnën, por Zoti nuk i la. Zoti nuk i la. Zoti nuk i la. E qaj Allahu Amerikën, e qaj Allahu Anglin, e qaj Allahu Turqin, e qaj Allahu Naton, dhe edhe një shuplak të madhe e shtren për toke. E shtren për toke, dhe ja hupen bësollën me disë rafshi. Dhe ja pruni Zoti ati zullumçarit, kriminalit, me dorë lidh e me kokë poshtë, se ma i ke kryt përpijet. Krejt emisionet e ti, të gjitha deklaratat e ti, atë sa i kam pa. Atë sa i kam pa. Sepse natyrën e ka pas që ashtu, kryt përpijet për një mendi madhësi tja zakonshme. Ta që i ke mallin, kam fjallën për Miloshin, si kurse Firauni Musaot. Wa qala ana rabbukumul a'la. Kështu ka thënë ai popullit vet. Wa qala ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti ju më i madh. Pse akni pas Zoti tjetër pas meja? A nuk e shehni këtë lum? Kështu fjalën për Nilin. Ky me urdhrin tim po hec. Krejt ty me urdhrin tim. Unë jam. Mendje madhësi, vetë pëlqim, egoizëm. E qyshe që ke kryt përpjet, ja prunë Zoti me kryt e poshtë, e me dur mrapa, e qune në hak, dhe ja prunë Zoti e gjelin, atje në hak. Pra është mirë që përkujtohen këto krime, ato nuk kthehen mo, njerëzit nuk ngjallën mo.
Nuk ngjallën për atë arsye, edhe ai që vret 1-2 vjet më kthy aty ku fillova, ai pendohet. Se nuk e lën gjakun, nuk e lën rahat, por pendov sa dush, njeri ka vdek. Nuk thirr mbrapa më asgjë. Shiqa, plot njerëz me miliona njerëz, me qindra mijëra njerëz ka vanu i pinë alkohol. Apo? Sigurisht. Miliona, pe shqiptarëve, shtu me anisran e dekterin fund dynjas. A e din që haram? E din që haram, por e pinë. Megjithatë, një numër i madh i tyne pendohen. Dhe thënë, ja, balmo, nuk e përdorim. Ka pi me mauna, me cisterna, pi alkoholike. Dhe e ka shatru dhe diko shëndetin e tjere, do materiale tjere. Dhe në fund pendohet. Në këtë tjetëri, veç një herë ka vrani njëri, Edhe kë pendohet. Kë ka pishim herë alkohol, kë një herë ka vrani njëri. Ama kë o tërheq, a i së në tërheqet më. Sepse njëri nuk në gjallat. Nuk ka këthim mrapa. Për mësë me bëtë tem në veti këte, gjako është i shajt. Njëri cili beson në Zot, qoftë i krishter, qoftë qifot, qoftë musliman, dhe beson se këmë dalë para Zotit. Asë gjak të insekteve nuk derdhë. E zvarrëdzve, të hajvanëve, për atë arsye, tek ne në Islam, pejgamberi që ka thonë a.s. për shpez, mëse më rëndo një shpez, që në gjuj mje që këtë vraj qatë qafkë, që për të bënë mëre? Je për të me kaldu që më shëjtarë në, për gjëna ho? Pse? Që të s'pëk i kënë mërë shajnë i gurën i drujsh, qafkën ose sorën ose leprina? Të nëse gjun lepën për me hangër, po se më ka po Zoti halal, ndërsa thjesht për du me të regu që më shëjtarë i mirë. Gjëna është, se ka shpirt, po tjetë ai njeri, që do që tjetë. Nuk mendoj se zemrat e qindra mira bile krejt muslimanëve të Bosnës, sepse të gjithë janë të prekur në një farë mënyre, apo tjetra, janë të qetësuara me dënimin e Karaxhiçit. 20 vjet për ten sikur se 40 ditë. Të pas parasysh shkrimin që ka dhënë. Por megjithatë, govllanti, po ta kishin dënu për jetë, po ta kishin dënu për gjithmonë, me vdekje. Karaxhiçi, Parati Miloshi, e të tjerë, Dejte Karagjorgje atje dhe ata prisa tjerë sërbë që kanë bërë gjenocid në Bosnë e në Kosovë, ku kanë mujtë shqiptarhanë në Balkan, ata si duket kanë pas vizion qëllim për të futur historinë e burrave të cilët kanë bërë kënaqësi për popullin serb shumë. Dhe këtu është problemi i madh, që ata nuk po mbledhin men. Se po të kishim mbledhur men, e që fatmirësisht një pjesë e tyne po. Dhe kjo është për lakmi. Se fundja s'fen tamam çfarë dëm për vete ka. Por nuk jetohet mo me nacionalizmin, me bindjet e qetnikëve, radikalëve, nuk jetohet mo. Do të përfundojnë njerëzit me aty në farë bindjeve. Sepse ato nuk mbjellin tjetër pas armiqësi dhe urrejtje. Andaj do të punohet shumë e Serbin. Evropa nuk ka punu shumë e Serbin. Unë ndoshta nuk jam njeh si mirë rrethonave politike, globale, tjerë, por me neve kanë punu ma shumë. Presioni ndaj neve ka qenë më i madh. Kinse me na zhvesh për nacionalizmit kombëtar, dhe hala vazhdon. Për bindjeve nacionaliste ekstremiste, kinse, që na kujtësan bëtë si kemi qëkeritet shqiptarë për që, ndërsa me ta kanë punu ma pak. Se dhe që tjetë, letë këthena prapë të dënimi Karaxhiçit. I ka bërë 70 vjetë.
40 vjetë burg, edhe nëse nuk i manë atë veçëm gjyqën i manë, a i do të desë në burg. E para, e dyta, edhe nëse mbyt njëri unë, ndash ben publik, ndash shef, ndash që shdush. Dënimet, krimet cilat i kam bërë nuk lahen me një vrasje. Zemrat e njerëz nuk qetësohen. Për atë arsye këtu mbetet vetëm dita e Kiametit. Dhe aty sigurisht është. Këtu mbetet vetëm dita e Kiametit. Për atë arsye një prej milionave fakteve dhe argumenteve që duhet të jetë dita e Kiametit është edhe kjo e sotit. Edhe kjo ngjarje, edhe ky dënim. Ky shqiptimi i dënimit. Sepse ata mund të thonë nuk kemi çka bëjmë më shumë. Nuk kemi çka bëjmë më shumë. E Zoti është ai që bën më shumë. Hajde mund bëjmë më shumë dënon me vdekje, po në herë më shpirt tani më çka? Përfundon, pastaj. Përfundon. E te Zoti ja. As nuk vdesin, pas nuk jetë ngjallë thot Allahu. Sepse vujtje ekstreme, po shpirti nuk del, nuk ka me vdekje. Po dhe rahati nuk ka. E Zoti merr hak në heret. Për ata, lënia Zotit, kur muslimoni ja lën Zotit, qetësohet vetë. Thot, ose është kam interesant që ka bën gjyqje me te. Mu zemrën ma ka kam, më të dashur ma ka mbyt. Ai nuk ngjallet më kthin këtë dynja, unë vetëm shpresoj dhe kam bindjen kur dal para Zotit ti me marr hak. Kaq. Dhe aty E inshallah Allahu azza wa jall va kompenzon me sabër me dërim atyre muslimanëve atje që letë të tyne që 20 vjetë të banë, nuk ka nale, nuk ka terën, po edhe neve këtu popullit tonë, sepse ne kemi hik, neve kur për krahëzojmë me krimet e tyre, pa na dalit vogla. Të ndryshe prapë. Për ndryshe pasha Zote, na kemi hik, po Allah është i madh. Alhamdulillah për Zotit. Allah shpëlbeft. Megjithatë është një hap i mirë, që është një hap i mirë. Është një hap i mirë, dënimi tina, kapja tina, dënimi tina është një hap i mirë. Po. Edhe që jep me kuptu të gjithve se kjo Evropë, pavarësisht është i krishter, a musliman, a është çfarë do komësie, çfarë do nacionaliteti, bukur mirë, i ka parimet e drejtësisë parasysh. Kjo është mirë. Se krimi o krim. Krimi nuk të vetë ai ortodoks, ai katolik, ai musliman, ateist, nuk të pyet. Krimi është krim. Dhe dënimi është i njëjtë. Nga kush do të qoftë që është bë krimi o krim. Zoti hajrë bo. Allah shpëlbeft për këtë opinion. Atëherë të nderuar shikues, në këtë moment i presim pyetjet e juaja përmes linjës telefonike, njëkohësisht pra edhe me SMS. Kështu që pa humbur kohën, kuadrojmë telefonatën e parë për sonde. Alo? Apo dëgjojmë telefonata? Alo? Alo? Selam aleikum, urdhoni me pyetjen. Aleikum selam, i kam disa pyetje për vozën që pas mësimit të regu. Jam në Gjermani. Jam në është nga që duhet në konga ta për lejt. A bëjt gjëna, a nuk bëjt gjëna, kisha pas në shqimë në ti për vozës. Po? Edhe tjetra, kisha posef me një pyetje në parë, përgjigjen. Pasi të i bëni pyetje, do të merrni përgjigjen përmes ekranit apo përmes radios ku jeni duke dëgjuar. Po, nuk ka mundësi të ta dëgjoj, jam në telefon, nuk mund me një ndryshe. Nuk kam televizor, nuk ka qase televizor. Rregull, dëgjoni hoxhën. Shpejtojna që shpejt se ja nxan lidhjen të tjerëve, njerëzit presin radhë, ngo vllahun. Shkurt. Lidhja jote. Allah së blesë dhe njerë. Nga tash se unë e morra vesh. Mos na hap kohë këtu. Lidhja jote me gjermankena, italiankena, tjetë çka tjetë, është jo legjitime. Është mashtrim. Nuk mundën vazhdojnë të është gjëna. Pa ti nga më tash të e bone pyetjen nga. Allah në gjenet qoftë, nga. Është jo legjitime. Unë e sahari këmë thamë vllaznie, për të thëmë edhe ty.
Nëse nuk mundesh me I marrë letrat në mënyrë të lehtëshme që ti mendon që është e lehtëshme, pra kërkon azil, politikë ekonomike e tjerë, vetëm nëpërmjet të martesës, martau marrë vlla, martau me te. Tash mos më thuj ti mu tutna pe grus të shtëpia ti ose tutna pe nana pe babe, pasha Zotit, në to që thof të shtëpia jote. Allahu ta ka bo halal. Martau me te, bën e grutanën atë, e I ndreq letrat, e rregullon gjendjen ekonomike, pastaj pas thon Zoti me jetu me te, vazhdon jetën, ashtë Allah e bën gru të mirë, nashtë edhe një me është e mirë në esencë, po bëhet me ty edhe me e mire, nashtë Allah fale vlat mire, po nëse s'muni me quë kur qysh me zvete, aje në rrugë vete, ti në rrugë tanë e kitan, edhe një faleminderit në të nga tjeta që kaqë. Unë mendoj që shto, Allahu alem. A ki mu të tërsen? Tjetra që nuk po mëna u martu nuk është muslimane, që nuk po mlen me shku me ta ma shumë. A je martu në Kosovë? Jo. Ha, si martu në Kosovë. Nuk është muslimane, nuk... Unë e për di që nuk është muslimane, kuptoha, që nuk është muslimane. Allah, ta letoftë Allah, si da, nga të vlanë, si da që tjetë. Unë tash nuk mujtë të ndryshoj ty vendimin tënë, ty veç ka kej martuar për letra, apo të farë mënyre, së përdi që shme qujtë atë se martesa, kur të the martesa tani ka shumë përgjithësi tjera, por rruju mos flej me te nëse nuk e kihni qatë tamam. Rruju mos flej me gru, me vajzë të huj, nëse nuk e kihni tamam. A mendimi jam është, ti me shkën bëni qaha ta. Po pyetja e dytë? Allah është shpërblet. Allah është shpërblet. Amin. Pyetja e dytë, a ke tjetër? Allah është shpërblet. A po ata një pyetje apo jo? Alo? Po dëgjona nëse ke pyetjen e dytë urnoni. Nuk po të gjërë. Në rregull, iku telefonata. Atëherë kalojmë tek mesazhi I radhës së thotë Selam aleikum, jetoj me burrin edhe me vjehren. Dhe burri kur shkon në punë, unë detyrohena me këshyr, domethënë vjehren, me pastru, sane, a kam të lejuar apo jo? Vjehren do babën e... Po, babën e burrit, gratë të cilat I këshyrin vjehrin, I pastrojnë, I qethin, ja prinë thejte, nuk janë shumë sëtë. Kanë qenë për para, motrat tona, nanat tona, po sëtë nuk janë, sëtë pak ka. Por ka, kjo është për këty rasteve, Zotë është përblef motrën. Këtu motra, këti ka të lejuara, mja prej flakte, mësteqete, thajte, me dhanë me hangëre, me pije. Qa është problem kër e pastran. Është problem kër e pastran. Për atë arsye, të nga motra mirë, pra Zotë e paguft të shpërbleft, ja Rabbi. Të pastrimi ka problem, në parim në esencë, nuk lejohet me këqyrë avretin vendet intime të tjetrit. Vetëm persona të cilët nuk kanë havale njëri me tjetrin, është burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit. Edhe nana fëmijën kur të rritet, edhe fëmiju nanën kur të rritet, edhe nana bijen dhe bija nanë dhe kështu me radhë, nuk bën me këqyrë vende të tërshme, vende intime. Përpos kur s'ke qare. Kur s'ke qare, për shambull, këtë sotit, motrat medicinale, teknik medicinal, po në familje dikush, ka nevoj Allah e ndërof dhe kanila I thojmë janë ndërruhe për me u pastruhe. Dhe ato do të mjanë gjitë në organin gjenital paqare, në vret. Për ndryshet do të murujt maksimum. Për ata, edhe djali kër e pastron babën e vetë, kër e baba I shtrit, si fëmija do të mila me pastru, mjanë rruhe, pampesë të quhet ai.
do të mu mundu të e në rënd poshtë për më mundu më s'me këqyrë në vret fort. Ose me qitë diçka për mi. Të njëjtën gjallë kër e pastërën plakon. Njëjtën gjallë kër e pastërën plakon. Mëse desh krejt, le me një farë brek pak si gjata, ose pështëll me një farë peshqirë, ose diçka. Të kjo motra, burrët, do të aj me pastruhe babën para se me shku në punë. Dhe kur vjen për punë, babë ka. Para se me shku në punë, aj me ty bashkë, e i në mënti, e shtin banjo, tani aje pastran, e i në mënti prap me qitë jashtë, edhe ditën, jep me hongër, jep me piti, sot ka nëvoj 2 herë, 3 herë, 4 herë dhe gjepi punë e saj. Nëse ka nëvoj në pastru apet, kur gjepi punë apet e pastran. Djale ka bërqë, me pastru babën. Me pas qenë ti pa burë, ose burë me qenë gërbet. Dhe vetë një, po, prap. Nëse ndodhë që s'ki qare pa e pastru, se burë njës për gutë, ose ku ta dio në shkun punë tjere, dhe pra që është pa thomon, mëse desh plakun krejt. Mëse desh plakun krejt. Po nëse dëtërosh me desh plakun krejt, pështille pe shoke posh, me një farlej peshqiri, me një farlej qarshafit hollë. Dhe mundohum i vesh një par dorza vetë. Ta shka dorza në për që që këtu barnatore sa të dush, një par dorza, kur të përkësh vendet intime me dorza, jo me dorë, dhe jo me këqyrë me sy. Mundohum motër, sa të mënesh, ha? Vetë sa të mënesh, kur gjëma shumë. Vetë sa të mënesh. Allahu të paguft, ja Rabbi. Atër kemi telefonatën tjetër të radhës, inkuadrojmë ala. Apo dëgjojmë telefonata? Apo se duket nuk... Alo. Po? Të përëtëni? Po jeni drejtë për së drejtë në emision urdhëni? Do është ta pyetje hoxhës? Po urdhëni? Alo. Po e dëgjojmë, urdhëni me pyetjen? Do është ta me pyetje, kam një kojshit besimit katolik, Po? edhe ajo vjen gjithmonë për festat e Bajramit. A e kam haram nëse shkoj edhe unë tash për festën e tyre Pashkët? Në rregull, përshëndet. pyetja është e qartë. Natën e mirë. Për çështjen pikës pari, është i mirë që manë raportet mira me kojshikën tane, katolikat, krishtere, farë të fraksioni qoftë. është sen i mirë. është sen i mirë sepse ne kena obligim si musliman më kujdes ndaj të gjithë këshive. Me ajet koranor, për dhe me hadith pejgamberit alayhis salatu wasallam, dhe me praktik tina. Me praktik. A i bekuar, një herë ndëgjej se një këshi tina që fot e vrej, një gjallëri është smut. Se nuk e pa një kohë, ku është smut, edhe shumë smuta. Po a lypi lejme shku me pa dhe shkaj, me pa dhe i shtrit që futi. Gjallëri, shtrit për dhe me dek. Babat për rrit të kryt. Të kamt. Dhe pejgamberi afrua, alayhi salatu wassalam, e përshëndetje, veti që shije. Ati jërtë mirë, shumë, jërtë mirë. Kështë e fene vetë, po jërtë mirë që pejgamberi shkaj. Me pa. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha thuj la ilaha illallah. Që futit. Djale, së të mdeksa, djale pe kësir babën e vetë, e pe kësir pejgamberi me si. Pa pret pe babës ndo një shaj. Baba pe ba me si ngo. Ngo. Pejgamberi prapë tha thuj la ilaha illallah. Djale tha la ilaha illallah. Dhe pejgamberi tull. Dulaj këdiq. Deq. E tha i bekuar. Dësa fërtëgzu, elhamdulillahi ledhi enqadhahu bi, elhamdulillah, 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 që Zoti mu mboni sebeb e pështeja të për gjenamit. Elhamdulillah.
A pejgamberi nuk e diti që e bëhet musliman, nuk e diti. Por thjesht kemi vizitu si këshi. A në pse fes tjetër. Pra, me Koran, me hadith, për me praktikën e tij në alayhi salatu wassalam, që është örnek dhe mostër, shembull për mbar njerëzimin, ne kemi për obligim mos sjell mirë ndaj çdo këqije. E dyta, nëse musliman të mirë, a do të përhapim vlerat tek të tjerët? Po, pra do të tregojmë të tjerëve se na jena burra të mirë, se na jena motra të mira, se na jena musliman të mirë, se na jena jem tolerant, jem zamërgjan, nuk jem fanatik. Fejnë të në dojna, ma shumë se është dësen, nuk e më hojbë, për të dënë dhe e fejnë e vetë, unë temen. Ama, kja nuk e pëngon mu, me najtë me ty, me hangër me ty, me pi me ty, e tjera. Mirë, jeta për ta përfëndojmë. Të puna e festimit tjetërit, feve tjera ulema e kanë diskutuar shumë. Kanë diskutuar këtë mesele gjatë sa të dush. Shkort, këtë shkort. Ne në parem nuk bëjnë atur kërkuna me auru festën e fejeve të tyne, në parem. Por, nëse të imponohet, nëse nuk bën në ryshe, rrethonët, gjendjes tota, nuk bën në ryshe, javëra. Ose, ishpëri orimet tua, kofshish nëse, qofshi me jetë, adha Zotit mirate, pa dhe me tha Allahu drejtovët edhe Zotë. Pa sepse ki qefte, edhe është punë e mire, me o Zotit me drejtu. Atëherë, nëse kemi telefonatën e radhës i nënkadrojmë, apo atëherë ka dështuar, bëm një pauzë së shkurtër dhe rikthehemi në studio me pjesën e dytë të këtij emisioni, qëndroni me ne. Shikos të nderuar, rikëthujem në studio për të vazhdu me temë me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar me profesor Dr. Shevçet Krasniqin, drejt për së drejti pra çdo të njëjtën nga ora 21. Edhe me te jemi të hapur për ju që dëshironi të jeni pjesë të këtij emisioni. Atëherë kemi telefonat apo ja? Alo? Apo dëgjojmë telefonata? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ata një pyetje për hoxhin e nderuar, ju përshëndes pari. Po telefonoj prej Austrie. Edhe pyetja thotë, cili është qëndrimi i dietarëve islam lidhur me lëvizjet e tokës, ju lutem. Lëvizjen e tokës. Po. Po? Vetëm këtë pyetje, po ata më intereson shumë, jam shumë i zonë që hina lidhje ju përshëndes. Alhamdulillah. Faleminderit shumë për telefonatën. Allah selam aleikum. Allahu në xhennet qoftë. E të bëft lumtur në dynjat, e të bëft lumtur ditët që kime dalë për dynjas. Pasha Zotin, sa në më i mirë, e ma i jambën, e ma i vlefshëm, se sa me të bëft Zotit lumtur në momentin që ta merë shpirtin, që shka thonë Allahu Azza wa Jall, inna alladhina qalu rabbuna Allah, me të vërtet ata të cilët kanë thonë la ilaha illa Allah, thumma istaqamu, pastaj kanë thonë me zemër, me gojë, por pastaj me amele, me vepra, me krye farzet e Zotit, me largu harameve të Allahut, pra me jetu si musliman, deri kur? Deri këtë moment tash kur desin. Tatanazzalu alejhimul melaike, kur t'ju vjen momenti me vdek atyne, ju zbresin me laqet prej qiellit poshtë. Alla khawfun alejhim wala hum yahzanun, alla takhafu wala tahzanu. Dhe me laqet të thonë, mos e tot. Mos e tot sepse njeriu kur e sheh një figurë të re, pavarësisht se me laqet vinë me pamje të bukura, nuri dhe dritë, për muslimanin, kur e sheh sikur se pak tutet.
e me laqit i thënë, ella të khafu mësë tët. Dhe mësë tët për atë që ka me ardhë në të ardhmen, natë e vorët e tjere, mësë tët. Ella të khafu, la të hzenu, dhe mësë mërzit për thmin që po i len, mësë mërzit për dynjan që po i len. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ne kemi qenë kujdestart e juaj, sa keni qenë në këtë dynja, nuk ju lojna vet as tash, nuk ju lojna vet as natën e vorrit, la ilahe illallah, nuk ju lojna vet as mas natës të vorrit, derisa të na çon Allahu në xhennet. Kur me laqet e Allahut e përgëzojnë robin e Allahut për xhennet në momentin e vdekjes, për atë rabë mo, që shka thonë pejgamberi në hadith të vërtet sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka diçka më të dashur për te, se sa me taku Zotin ati kofshin falë. Wa man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. E ai pastaj kur e dën takimin me Zotin e tij, edhe Allahu dën takimin me te. Dhe këmo, pa ju, Allah i pas paret, kuqet në heret nuk jep për këta që ju kanë bo rreth e rreth, e po kajnë, e po i fshinë sytë, e po vajtojnë, e po thojnë ky po na des, lem në des, se u knaqa me laqet e Allahut azza wa gjell, që atje po du me shku, se për qatë vend që 50 vjetë, 60 kam punu, la ilahe illallah, i kesh ftyra muslimanit, i qëtësohet shpirti muslimanit, e i del shpirti lehtë pej trupit vet. E shkon për pjetë e Zoti ati kofshin falë. Pra Allahu azza wa gjell, kam bof ty dhe mu dhe ton neve, që me na përgëzu me laqet e Allahut, momentin e funit kësaj dynjaje, të i kesh me na dal shpirti, ja Rabbi, e me në rinjallë Allahu të i kesh në ditën e kiametit, ja Rabbi, e me hyën gjennet të i kesh, ja Rabbi. Qa pyti kjo vlasëm, qej, shkova në heretën e. Qëndrimi i djetarëve rreth rrëllimit tokës. Shkova në heretën e, la, ju rrëllit të në shkova. Se dohet me dek, pasha Zotit, dohet me dek, mësë të nesër pas. Kjo le, sepse e tha, ndjek nasi që moralidjen. Andaj... Këto, thëllova pak në momentet e vdekjes, e një nuk i kemi përjetu momentet e vdekjes, ama dohet i përjetojnë. Sepse Allahu ka thonë kullu nefsin, gjdo krijes që ka shpirt, futet njeriu, futet hajvani, futet, gjdo kush që ka shpirt. Dhe i katul maut, dhe ta shijen, se kurse me shiju, dhe ta shijen vdekjen, e shijen e jeft, sa është e jeft, sa është amel. Nuk është aromë, nuk thot për aromë me shiju, po për shije, sa është e jeft, sa është e ramë, sa është amel, me shiju vdekjen. Allah në letof tja Rabbi. Për punën e rrotullimit lëvizjes tokës, ka për qëllim rrotullimit të tokës, Allahu i madhruar në shumë ajete kuranore ka folur për tokën, si planet, për sjelljen e sajna. Diellit, hanës, planeteve tjera. Dhe na ka dhënë Allahu në Koran një mori, një grumbull të mëdh të ajeteve, të rregullave, të informatave, të astronomisë, që ka mahnitet para gjithë ati materiali shumë të madh, çdo astronom, çdo fizicien, çdo shkencëtar. Shumë prej tyre ajeteve, shumë prej tyre komenteve të juristave, të mëfesirave, komentatorëve të Kuranit, nga koha e sahabëve të tjerë. Shumë kemi shpjeguar gjatë tefsirit, ku kemi shpjeguar tefsir. Andaj nëse lyp kë vllaun tefsir, ligjëratat e mia të tefsirit, shumë ajete të tilla gjen, se çka kanë thënë ulemaja, dhe të kanë potencuar edhe me emra e me vite.
se si për shembull kanë thënë ulemaja tonë, si Fakhruddin Razi, i cili ka vdek vitin 505 mas pas harru, e që i bie në fillim të shekullit 6 Hijri. 6 Hijri, dhe me thonë shekullin 12, 11, fundit 11-12 të Gregorian, para tina dikon afër 2 shekuj Ibn Hazmi, para tina Ibn Abasi, kohën e pejgamberit alayhi salam, por me emrin e ka cekur Ibn Hazmi al-Andalusi në shekullin e 4, pra para 16 shekujsh, para 19 shekujsh, më fal, se toka është e rrumbullakt pas tine Fakhruddin Razi, se toka sillet dhe ju një, po shumë. Ndërsa vjen Galileo dhe vjen shkencëtarë të tjerë, vjen shekullin 18-19, herët mas herët 17 e ku diun, dhe këtë bota çohet ka zbuluj pare, po se ka zbuluj pare, ka dalë se ka muslimanët më të kanë thonë këtë mesele. Më të kanë thonë këtë mesele muslimanët. Po i nderuar, toka lëviz gjithsesi. Toka lëviz, toka sillet. Ka thonë Allah, kullun fi felekin yasbahun. Felek. Në rrethin e vetë, në unazën e vetë, në kornizën e vetë. Sillen, rrotullohen, në boshtin e vetë. Për ata në gjeografia, mësë e thëmija të qështë vegjel, toka sillet rreth boshtit vetë. Kullun fi felekin yasbahun, notojnë, sikur që kur noton, sillet. Dhe prej kësajna, krijohet nata dhe dita, prej sajna, dallohen vitet, javët, mujt, kështu me radhë. Koha, vera, stinet e kështu me radhë. Shpërbleft, kemi telefonatën e radhës, si më kuadrojmë, alo? Alo, me mrama. Mi mrama? E kam një pyetje, një abdu vëgjës. Ordnoni? Po du me mësu një shuët që më falë, e mune me zonë, ajo, pas zonë, a kam gjuna une. Që ka me bëti? Mësu një shoqë me falë. Tani ku gjënoj këtu? E kem me falë Unë me namazën me zonë, zonë. unë pak me zonë matë nënë, ajo me tullë. E qartë. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Natën e mirë. Allahu të shpërbleft, është sa një mirë shumë, me mësu një muslimane më falë. Lëmja ti që nëse mësen më falë një motër muslimani, lëmja i motër, lëmja i vlla, që mësen vesh një njeri më falë, e lemë më shumë. S'ka pasunimat ma, nuk ka pare vesh pagu. Që nuk paguhet. Nuk ka pare që pagu. Nuk ka. Para do ditë isha në Gilan, në një takim, me një mbiktimin atje, edhe si gjithëheri fola për namaz. Hoshta e komunisë më falë ka pak. Gjëmon tha nuk pela. Mas një kohë u gëzova shumë pa të nuk e shpreja për gëzimin. Mas disa dite, fola me të prapë telefon, për një pun tjetër, diçka për një takim, dhe i thash, pasha zotin, që më ke gëzu që atë ditë, që pas ke nisë më falë, sa që ku më ditë sa pare, me kanë dhanë, nuk isha gëzu që është. Ja më të farë. Shumë më gëzova, që më theja ku më nisë më falë. Qa është pasuni? Qa është pasuni? Dhe të me kuptu ku paguhet, që të paguhet shumë. Le të falë namazaj, le të përsepëzem në gjehnemit. Tjera sene për mu, kam pare, s'kam pare, të vogla janë. Ti më falë, namaz me bo. Falë ti ka pak me za, sa me të një motra tjetër, por namazin e drekes të qinis ki kujdesa, s'pa thonë ke pazasë se kuptan, po edhe në shëqa, edhe në drek një qini. Mon është paza namazin, me falë, për shamo të shëfal në vetë, kur kënojmë Koran,
në recatën e parë, të dytë, të tretë, katërt kur janë kam, sepse se ka bërë që me kënu. Tani kur shkesh në ruku dhe sesh ti me za. Krejti bën me za, për pas leximit në Koranit, s'ka nevojë bën me za. Ndërsa në sabah, në akşam dhe në qini prej fillimit deri në fund tanë na bëni me za. Njëtësi, po. Atëherë kemi telefonata, po? S'kemi iku, kalojmë tek mesazhi i radhës, thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën nderuar, desha të pyes cili është komenti juaj për rastin e fundit në Bruxelles? Atë sulmet e fundit. Po, atë çaq është të merr. Sa që me gjithë fjalë me shprehje është vështirë. Ajo ndoshta që thash pak fillim për rëndësinë e madhe që ka rrugja e gjakut të njeriut, kushdo qoftë. Për mëkatën e madhe që ka derdhja e gjakut të njerëzve të pafajshëm bile çdo krijesë të Zotit. Peshën e madhe që ka është një pjesë e asaj në ndoshta që ka do të thuhet këtu. Shqiqa, me analogji, me mena, se pa men zgjy kur gjë. Nëse në therë, një guri, një dru, e tjesëm nudhe, ka kalojnë komësort, ka kalojnë automobilat, ka kalojnë njerëzit. A kem gjëna? Po. Po nëse hjekëm që ata, a kem sevap? Pse kem sevap? Sepse njerëzit mundën me u lëndu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: El imanu bid'un wa sab'una shu'batan, imani, besimi është 70 sa pjesë. Alaha, shtylla kryesore, parimi kryesor, dega kryesore e imanit është la ilaha illallah, se pa të s'ka iman. Wa adnaha, më ultan e ka treguar të dyjat, më të lartë më të ultan, imatatul adha anit tariq, largimi një pengese nga rruga. Ako ka pjesë e imanit me largue një dru, nëse ka rapis në altit, një therrë për rrugës. A ka sevap? Pjesë e imanit. Nëse pjesë e imanit me largu, atër qka është nëse e qëtë therra njerëzve? është zullum. është zullum. A i njeri cili ja qëtë në therë në rrugë, thëtë nashtë në të shpërthet kjere filanit se a i përka kërtë miru në skam. A i njeri është zullum qarë. A i njeri keqë. Se ka bërë zullum njerit. Farë zullum i bani? Në therë rrugët që kaqë. Ose një baski, gosht, ju ngëllë kjerë tina. Zullum. Mi qitë njerëzve, bombe me mytë njerëzve të burë, pa pik faje. Ku me gjetë këtë vend dinë zota? Po me ditë, ku me gjetë? Për nga lejimi, ndërsa për nga ndalimi, ku dush. Por për nga lejimi, ku e gjanë? Ku? Mytë gradë dhe mi pa faj? Njerëz patë bërë sa në dënjatë. Për qa? Tash, unë nuk e di kush i ka bërë. Por nëse thirrën që i kanë bërë në emën të islamit dhe musliman, gjithherë. Sepse njerëz mund të bojnë në emën tjetër, jo në emën të islamit, natyrisht. Kjo s'është në emën të islamit. Por pa flasim ne këtë rast që pa adresohen, s'pa adresohen. Tash kur adresohet, sa ka vend këtë meselë? Kjo s'ka vend hiç. Mas pak të folën fillim për rëndësinë e gjakut, ruajtjes e gjakut, mas pak të ka vend dinë të Zotit kemi. Dhe këtë dinë të tanë. Këtë dinë të tanë. Këto nuk e dinë dhe nuk dojnë me dinë dhe të dëshmën të dinë cilët dojnë të marrë pretekst për muslimant. Për ndryshe, këtë dinë të tanë. Psa, kanë qef muslimant në Bruxelles më ndohë kësa raste? Pasha Zotin nuk kanë qef muslimant në Bruxelles. Pa mërmenja. Zemrë manin, sa ta jënë qështë prekun, qështë prekun, sa që veç Zoti e dinë sa në prekun, natyrisht të burë.
Shëqa, mos të bëjmë temë, të se kjo javlime ka dhe temë, por ndoshta njerëzit kanë nevojë për tjera pyetje sene. Brukseli, unë kam qenë Bruksel. Kam qenë ku është Unioni Evropian, kam qenë xhamit shqiptarëve në Bruksel. Kam lejt me xhamat, kam shëtit pak në për qytetat një 2-3 orë krejt. Në Bramje. Brukseli, pastaj më ka interesu ku marrë dhona informata. Kam shkruar edhe te, një ditë në Bruksel, kam botu në gazetë, një ditë në Bruksel. Brukseli e ka 1/3 e banorëve musliman. 1/3 e banorët përgjithshëm të qytetit i ka musliman. Tash në portale është shkruajtur që 40% në përgjithësi është musliman. Brukseli është qyteti me përqindje më së shumtë në Evropë që ka musliman. Brukseli, bashkë me Belgjikën, Sekretariat e Belgjikës, është për shteteve që më së shumtë të jap hapësirë muslimanëve. Brukseli, që e Belgjika, me 10 mira musliman, veçanti të Magrebit Arab, sa që ka shumë të Magrebit Arab, Marokianë, Algjerianë, që se farë, Libianë, ku dio, me 10 mira tyre i ka strehu që i ka njëk vendi vetë, apo nuk zemë në i vend vetë. Që të dorën zemër, nëse ti të kam përzon për shpis tane, dhe nuk zemë këtu në shpitane, unë të kumë bo kanak shpitan. Që e bjen kja? Kje e bjen për hanë bukën tem, apo? Po dhe, së më përtapit buk me hongër, për strahin shpitan, përtapit me hongër me pi, dhe nuk zënirë gjallë me të prejkë. Të gjitha kushtet e mirë. Të ku marrë në besë, dhe të që është më thënë mund në bukë, ma prejkë në derin tem, familjen tem. Qa lypti? Qa lypti të një? A burri mirë jetja? Po thëmë, nëse se pa adresohen në emën të islamit, për ndryshe shqeqër, në krime, tënë me tjenë të mundshme. Unë për veti, personalisht, nuk preshte asë për parez, asë këto, nuk e preshte mundësin që të kjetë shërbime të ndryshme të involvuara. Nuk e preshte. Sepse shërbimeve të ndryshme, shteteve, se për shembull këtë rast Sirisë, se këto mas shumë të prejkë në rëgjatë e Sirisë, mas shumë të prejkë në rëgjatë e Sirisë, krejt bota, në veçanti që ke Evropë, i madhe i vogël, jonë që mbledhje mas mbledhje, për mja po zgjidhjen këtyne njerëzve që pëmyten, tash me dalë dikush edhe me thonë, a përshet që a i bëjnë këta juve? Që mos me i pranu. Ki bjen sikur se kundër tyne me kanë. E kundër tyne s'ka mundësi dikush që musliman me dalë. As që është njeri me ndjenja njerëzore, për ka mundësi me dalë shërbime, të cilat thojnë zëtë bënë lugë, dhe paguj njerëz e bojnë që mësë për në bë lugë. Dhe ata mund t'jenë arab, mund t'a vlasë gjojnë arabe. Çfarë problemi ka shërbimet sekrete disa vendeve arabe se ku diu në Liban e Hizbollah që janë ta Siri ka shërbime sekrete të cilat ku diun kush na garanton neve se bojnë ata. S'do që tjetë, mos të bëjmë temë se na natyrisht. Këto se njeri ka mendjet, ka mendimin e vet, ka bindjen e vet, por është jashtë zakonisht edhe të rënd mendoj që tonë muslimat e kanë përjetuar rënd. E mas rëndë kanë përjetu musliman të Belgjikës, e natyrisht ka përjetu këtë Evropa, e na jena pjesë e kësa Evrope, ka përjetu këtë bota, dhe përjetan çdo krim që bëha gjithkund vëlla, sepse nuk ka nevojë më dirë gjak. Në kënë ardhna këtë dënja me dirë gjak. Në e në ardhna këtë dënja me rujt gjakin e njerëzve, e jo me dirë gjak njerëzve. Veçanti, kërë pretendojmë që jena musliman. Veçanti, aq më shumë. Se nëse dojmë të Karagjiqe që mos po flasëm. Kemi telefonatës, më ka drejmë ala? Alo? Po ju dëgjojmë, mërnani? A bën për një pyetje për Hoxhën Shefqit? Po bën vetëm se na la zonin televizor dhe komunikon me neve? Dona pak mi thonë pyetjet ma shpejt, se njerëzit janë të prit me rënd për me pyet Hoxhën Shefqit. Po jeni direkt tani, urdhani me pyetjen e se keni? Po vetëm që ta pata me po pyetje. Ju lutna vetëm mi shpejtue ma shumë pyetjet. Përgjigjet. Rregull, faleminderit shumë për telefonatën apo për sugjerimin. Allah në gjenet qoftë edhe ty, ja Rabbi.
E ta neve se mire ka motra. O shëran hoqë një orë me prit në linjë dhe më Mire ka motra, ta që me bëti, po më vetë mu, sa ka me bëj shkrete, në zotë më falë, në bënë halat, po. Bismillah, mërë dhe pyjtë, që shpejt pra. Kalim të këpytja tjetër, thëtë, jam të lutë, apo kemi të telefonat, i në kadrojmë, ala? Sa do të pas fakultet fëgjallarë të në hapë në regullë, që me panë. Edhe herë? Edhe një Fakultetin, sa do me pas të krim. Po? Fakultetin fëgjallarë, e studit. Po. Ashtë qarë të pytja, falenderit për telefonatën? Sa do të pas fakultet të krim? Gjallat, ha? Po, gjallartë. Wallahi, shkolla s'kaj nuk ka, dia fën nuk ka, dia fën nuk ka. Unë me letra kam kry mëti. Prej korrekt 2001 me letra kam përfundu, por si para 2001-shës, para se me përfundu, si ku mas 2001-shës, unë e njëjtë vazhdoj me mësu me lexu, e me shkru. Sepse kam bindjen që dia nuk përfundon dhe sa të vdes. Minimumi hoxhat me pas një fakultet, minimumin një fakultet do të me pas. Pa fakultet, është si me shkun mal pasakicë. Këthej është thafë. Në e rem dhe kënë e këputa, mu sans ban. Kemi telefonatën e radhës i inkuadrojmë, ala? Mirë mrama. Do shta me bo një pyetje, i kum abërtu 4 fëmijë, e tash jam më ratë 7 zone, do shta qysh me bo namazin, se e bëj namaz, qysh me bo për srati, qysh me mor avdes. Në regull, falenderit shumë për telefonatën natën e mirë. Allahu ta letoft ja Rabbil Alemin. Tash prap po na ngotni për datë shpejt se ty do të ma ka dale. Po pra se është punë ndihshme. Nëse i ke abortu 4 fëmijë shkak dobësimit shëndetit, që ashtu e ki trupin ta ka kriju Zoti që nuk e manë qëtë, ruje motër. Rërat nga i këshillat e mjekëve, pik e përpe. Nga i këshillat e mjekëve, nëse të të mjekon nuk bën më që tonë ditën ki me najt ratë, vetëm në rast në bën një më shku, që ashtu vepra. Tani për punë të namazit, ratë falesh, po nëse ke mundësi më pështet, pak që shemën e qështo, nëse mundësh, që të hala më pështet, kiblen e kje qështo, falesh. Falë motër, ullun, falë pështet, falë namazin. Por shëndetin ruje, fëmin ruje. Po. Kemi telefonatën e fundit për sonte, alo? Alo, mirë mrava. Mirë mrava. Jove në kalun kumë të tjere, bëllë e kumë post prezent edhe gjyshen që ka doshta direkt me hoxhen me bisedu, kumë të tjere 300 herë, për avërshisht të sondje një 250, kështë që më manë funde mora lijen. Gjyshja është 75 ose 6 vjetë, e ka po ondër, sa kumë po ondër një natë sa në nordë, më kanë thonë që kena me je kurban, do në kena me të prej për kurban, edhe tha më kanë tregu që hajde treguna ku jërë shpijat. Edhe tha më kanë tregu të shpija apo të verdha, për kuptën. Edhe tha më kanë bo qikat e mija, po i none që s'porren, po shkën edhe që s'porren se zakonisht sërë vinat e së rrëne pëse se të s'porren bilja, për kuptën. E do është i tha me ditë ta që ndurë gjume, tha do është ta me ditë qka është, apo kuptën, tha, bashkë mu ka bu marak, tha, ose të ke fundit, tha, që se sërgjuna, tha, e kësha shkru dikon, tha, veç me ditë qka është. E të këtalu, që se ko mundësi, faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj, natën e mirë, edhe pse kemi thënë vazhdimisht shumë. Mas 550 herë. Allah në gjendet qoftë, ty e gjyshen tonë, në bëne halal pa mje keq, por qka të bëjë Allah? Allah të rujt, e të rujt e gjyshe, e ty e familje krejt. O në anër nuk i komentaj, shkurt. Dhe thëj gjyshes me anër më së ledh. Me anër më së ledh e gjyshes. Me anër më së ledh. Ke pa anër, që ke pa anër harro, më se ba mara kur gjë, më shka më shku kërkuna s'kur gjë veç harro. Po që këto është fundi. As kene piti tërë mua? Piti kene blët, pa kohën e kemi kaqë për sonte. Në bëjnë halal, peja se motër se të gjithë jire, ku kena Austria, ku ke zoti e rujt, e dere të kë nipi kësaj gjyshes të mirë, e të tjerët, por ka i thënë mundësit. Zoti paguft, e shpërbleft, e i rujt, e i dasht, ka shtoft mirat e dynjas dhe të mirat ahiretit.
Dhe në fund të bëjmë një dua që pejgamberi ka bërë shpesh alayhi salatu wassalam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, o Zoti jam, ma rregullon mua dinin tem, ma rregullon dinin tem, fen tem, që të është mboroja e punëve të mia, krejt dini është kryesori pra. Waslih li dunjaj allati fiha ma'ashi, ma rregullon o Zoti jam dunjan që unë kam jetun të dinin më bë të mirë, dynjan më bën të mirë. Waslih li akhirati allati ilayha ma'adi, ma rregullon mu ahiretin tem ku atje kam me shku Zoti jam. Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli sharrin, dhe ma bën mu o Zoti jam jetën sa të jem këtë dynja hajr, veç me shtu hajr, me bo punë të hajrit e jo punë të sherrit. Wal mauta rahatan min kulli sharr, dhe ma bën mu vdekjen rahati dhe pushim nga çdo e keqe ya Rabbil Alamin. Allahu na rregullof dinin, na rregullof dynjan, Allahu na rregullof ahiretin, Allahu na boft jetën ton jetë hajrit, e të begatshme, e të bereqetshme, me fryte e me punë të mira, dhe na boft vdekjen rahati për trupin ton e për shpirtin ton nga çdo e keqe dhe e lig ya Rabbil Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikues të nderuar, me kaq e përfundojmë për sonte, duke shpresuar që do të takohemi përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, assalamu alaikum.